Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, sot yjet të nxisin të jesh frymëzues dhe i vendosur. Energjia jote është e fortë dhe aktive, duke të dhënë një ndjenjë sigurie për të marrë iniciativa të reja, veçanërisht në punë dhe projekte kreative. Nëse ke një ide që të është dukur e guximshme, sot është dita për ta prezantuar me besim, sepse ndikimi yt mund të jetë i dukshëm. Bashkëpunimet profesionale përfitojnë nga qartësia. Demi, sot yjet të ofrojnë stabilitet dhe një ndjenjë të fortë të qëndrueshme. Je i lidhur thellë me vlerat personale dhe qëllimet afatgjata, duke të ndihmuar të planifikosh me kujdes hapat e ardhshëm. Në punë, qasja jote praktike dhe e matur sjell rezultate të dukshme. Mund të ndihesh i qetë dhe i përqendruar në detyra që kërkojnë organizim dhe durim. Kapaciteti yt për të menaxhuar detajet të vendos në një avantazh. Binjaket, sot mendja jote është në lëvizje të vazhdueshme dhe komunikimi zën një rol qendror. Je në një gjendje të mprehtë, intelektuale, gati për të bërë biseda të gjalla, për të shkëmbyer ide dhe për të mësuar diçka të re. Në punë, ky është momenti të ndash idetë kreative dhe të përfshish kolegët në biseda që zgjasin nga strategjia deri tek detajet praktike. Prezantimet, shkrimet ose dialoget joshës mund të sjellin përfitime në njohje. Gaforja, sot yjet fokusohen te ndjenja dhe intuita jote, duke të ndihmuar të krijosh lidhje të thella emocionale me botën rreth teje. Je më i ndjeshëm ndaj nuancave emocionale të situatave dhe njerëzve, por kjo të jep një avantazh të madh për të ndihmuar të tjerët. Në punë, aftësia jote për të ndjerë gjendjen e ekipit dhe për të ofruar mbështetjen e bën prezencën tënde të vlefshme. Luani, sot energjia jote është e ndritshme dhe magnetike. Njerëzit tërhiqen natyrshëm drejt teje, je i gatshëm të marrësh iniciativën dhe të shkëlqesh në situata sociale apo kreative. Në punë, kjo ditë të sjell mundësi për të treguar aftësi drejtuese. Ideja jote mund të shndërrohet në një projekt me ndikim të dukshëm. Mos hezito të marrësh rolin e udhëheqësit. Virgjëresha, sot yjet të sjellin një fokus të fortë në detaje, organizim dhe përmirësim. Je në një fazë ku aftësia jote analitike dhe e matur shpërblehet. Përdore këtë gjë për të përmirësuar projektet ekzistuese dhe për të bërë hapat e duhur drejt suksesit. Në punë, një qasje sistematike ndaj detyrave të ndërlikuara mund të çojnë te rezultatet solide. Peshorja, sot yjet të nxisin të kërkosh balancë, harmoni dhe lidhje të sinqerta. Në punë, aftësia jote për të negalizuar dhe për të gjetur një zgjidhje të drejtë dhe të barabartë sjell efekte pozitive. Bashkëpunimet janë të qeta dhe produktive, kur përdor diplomacinë. Ide dhe diskutime që kërkojnë ekuilibër mund të zgjidhen me sukses. Akrepi, sot yjet të sjellin intensitet dhe thellësi emocionale. Ndjenja dhe perceptimet e tua janë të fuqishme dhe të thella. Në punë, aftësia jote për të fokusuar vëmendjen në detaje të ndërlikuara të çon drejt zgjidhjeve të rëndësishme. Përdore këtë për të shënuar përparim në projekte që kërkojnë analizë intensive. Shigjetari, sot je në kërkim të lirisë, aventurës dhe zgjerimit të horizontit. Energjia jote optimiste dhe kurioze të nxit të eksplorosh ideja të reja, vende të panjohura ose tema që zgjasin interesin tënd. Në punë,
Kjo qasje mund të ndihmojë të sjellësh zgjidhje kreative dhe perspektiva të freskëta. Biseda me kolegë mund të sjellin ide të reja. Britsjapi, sot yjet të nxisin drejt vendosmërisë, disiplinës dhe përparimit të qëndrueshëm. Je në një fazë ku përpjekjet e mira dhe puna e palodhur sjellin rezultate konkrete. Përdore këtë ditë për të organizuar planet, për të vendosur prioritetet dhe për të marrë hapa të qarta drejt qëllimeve. Në punë, qasja jote metodike dhe serioze të ndihmon të zgjidhësh çështje sfiduese. Ujori, sot yjet të nxisin kreativitetin dhe origjinalitetin tënd. Je plot ideja të reja dhe mënyra të jashtëzakonshme për të realizuar ato. Në punë, intuita jote mund të sjellë zgjidhje, jo ide që hapin perspektiva të reja. Bashkëpunimet funksionojnë më mirë kur e inkuadron ekipin të shpreh mendime të lirshëm. Kjo mund të prodhojë rezultate surprizuese dhe të fryqshme. Peshqit, sot yjet të nxisin ndjeshmërinë, intuitën dhe kërkimin e bashkësisë me të tjerët. Je në një fazë ku ndjenja jote e thellë dhe intuita mund të sjellin lidhje emocionale të rëndësishme dhe kuptimplota. Në punë, aftësia jote për të ndier gjendje emocionale të ekipit dhe për të kuptuar nuancat e situatave është një asent i çmuar. Përdore këtë për të zgjidhur keqkuptime dhe për të krijuar një mjedis bashkëpunues. Bashkëpunimet janë më produktive kur dëgjimi dhe empatia janë thelbësore. Në marrëdhëniet personale, thellësia e ndjenjave është qendrore. Shpreh ndjenjat e tua me sinqeritet dhe dëgjo me vëmendje partnerin, sepse kjo forcon lidhjen dhe mënyrën e qëndrueshme. Nëse je beqar, një takim emocionues mund të shndërrohet në një lidhje të thellë. Nëse ndihesh i lirë, të jesh vetvetja. Në dashuri, krijo momente të ngrohta dhe të ndjeshme që të krijojnë kuptime të paharrueshme. Për shëndetin, kujdesi ndaj balancës së pushimit dhe aktivitetit fizik është i rëndësishëm. Ushtrimet e buta si yoga dhe meditimi mund të ndihmojnë të zgjidhësh paqen e brendshme. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm, shmang vendime impulsive dhe analizoni alternativat me qetësi. Faleminderit që ishit në Ultra Faktor, bëjeni një like, subscribe ose koment. Deri atëherë, mirë u takofshim në video tjera. Faleminderit.